Imam Gazali po thot nga feja mësa ata që mund është me njëherë me fut në praktik. Shumë dojnë të mësojnë nga feja, mirë po praktik pak. Mësoni nga feja aq sa jeni të gatshëm për ta praktikuar atë. Kaq mëson nga feja, mos mëson më shumë. Mirë po nga feja mëson vetëm sa je i gatshëm që atë njohuri me fut me njëherë në praktik. Fatkeqësia e madhe e kohës është edhe nga një pjesë e të rinjëve dhe të rejave fillestar, të cilët dojnë të mësojnë nga feja shumë, po praktik kemi shumë pak. Shumë dojnë të mësojnë nga feja, mirë po praktik pak. Imam Gazali po thot nga feja mësa ata që mund është me njëherë me fut në praktik, që të duhet kaq, nga pak, nga dal, prioritetet mas pari, duke u shku, duke u ngrit, duke u forcu, duke stabilizu shpirtin, mendjen, duke gjetë rehatien, duke gjetë knacien, me këtë gradualitet të ngritjes e tutje. Jo do të thot të bagazhosh shumë, mirë po praktik të kesh shumë pak apo fare heq.